16 shkurt ishte afati i fundit për të liruar banesat në mënyrë vullnetare në zonën arkeologjike të Durrësit. Banorët e prekur nga projekti i tij në Durrës kanë publikuar një deklaratë të përbashkët, përmes së cilës bëjnë publik qëndrimin e tyre për të mos liruar banesat. Pas takimit që u zhvillua për 2 orë e gjysmë ditën e shtunë me kryeministrin Rama dhe kryebashkiakën Sako, banorët deklarojnë se propozimet e kryeministrit nuk janë dakordsuar me ta. Çmimi i referencës është një çmim dysheme, si dhe zhvendosja, edhe nëse pranohet nga banorët, duhet të bëhet me dakordsinë e vetë atyre. Projekti ka mangësi dhe shkelje procedurale, theksojnë. Ka prona të papërfshira në listën e shpenzimeve ose pa ekspertizë të saktë. Nuk mund të pranojmë një projekt me shkelje vetëm sepse është vendosur të zbatohet, thotë në deklaratë. Ata kërkojnë, ndërkohë, shtyrje të afateve ligjore të ekzekutimit të projektit, pezullim të shembjeve, shqyrtim ligjor të plotë të çdo rasti një nga një. Në të kundërt, banorët shprehen se do të detyrohen të përshkallëzojnë protestën dhe të intensifikojnë reagimin e tyre publik dhe institucional. Mos e turpëroj gjyshin atë.